19 tetor. Lumturia më e madhe e dashurisë. Sepse askush nuk e urren kurrë mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me ngrohtësi për të, sikurse edhe Zoti bën me kishën, sepse ne jemi gjymtyr të trupit të tij. Efesianëve 5:29-30. Kujdes mos të shpëtoj fraza e fundit. Sepse ne jemi gjymtyr të trupit të tij. Gjithashtu mos harro atë që Pali tha 2 vargje më herët, pra, që Krishti e dha veten e tij për ne, që ta paraqes atë përpara vetes së tij si një kishë të lavdishme. Prandaj Pali e bën të qartë se Krishti e kërkoi gëzimin e tij në ndjekjen e shenjtërisë, bukurisë dhe lumturisë së popullit të tij në 2 mënyra të ndryshme. Bashkimi mes Krishtit dhe nusës së tij është aq i ngushtë, një mish, sa që çdo gjë e mirë që i bëhet asaj, është një e mirë që i bëhet atij. Që do të thotë se mesazhi i qartë i këtij teksti është që Zoti motivohet për ta ushqyer, për të kujdesur, për ta shenjtëruar dhe për ta pastruar nusën e tij, sepse në këtë gjë ai gjen gëzim. Sipas disa përkufizimeve, kjo nuk mund të jetë dashuri. Dashuria, thon ata, duhet të jetë e lirë nga çdo interes për veten, sidomos dashuria si ajo e Krishtit, dashuria e Kalvarit. Nuk kam parë kurrë që një pikpamje e tillë për dashurinë të pajtohet me këtë pasazh të shkrimit. Megjithatë, atë që Krishti bën për nusën e tij, ky tekst e quan hapur dashuri. Ju burra, duajini gratë tuaja, sikurse edhe Krishti deshi kishën. Efesianëve 5:25. Përse mos ta lejojmë tekstin që ta përkufizoj dashurinë për ne, në vend që të sjellim përkufizimin ton nga etika ose filozofia? Sipas këtij teksti, dashuria është kërkimi i gëzimit të Krishtit në gëzimin e shenjtë të së dashurës së tij, kishës. Nuk ka asnjë mënyrë për ta përjashtuar interesin vetjak nga dashuria, sepse interesi për veten nuk është i njëjtë me egoizmin. Egoizmi kërkon lumturinë e vet personale në kurrizë të tjerëve. Dashuria si e Krishtit e kërkon lumturinë e saj në lumturinë e të tjerëve, jo në kurrizë të tyre. Ajo madje vuan dhe vdes për të dashurën, në mënyrë që gëzimi i saj të bëhet i plot në jetën dhe pastërtinë e së dashurës. Kështu na deshi Krishti dhe na bën njësoj thirrje ta duam njëri tjetrin.